Në ambientet e bibliotekës Thimimit në Korçë u zhvillua një aktivitet i veçantë letrar me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të qytetit dhe shkrimtares së njohur të letërsisë për fëmijë Rudina Çupi. Gjatë takimit autoria prezantoi librin e saj më të ri, Rënjët në zemër, një vepër që synon të përcjell trashëgimin kulturore dhe lidhjen shpirtërore me origjinën te brezat e rinj. Rudina sot do të vijë me një pjesë shumë të rëndësishme, me një vepër e cila flet për trashëgimin kulturore. Libri titullohet Rënjët në zemër, është një libër që lidh brezat e rinj, fëmijët përmes zbulesës dhe prindrit e gjyshërit përmes kujtesës së tyre. Kjo është një vepër mbarkombëtare, sepse përfshin të gjithë kulturën dhe të gjithë historinë shqiptare brenda në një libër. Është një libër ndërveprues me lexuesin, pasi ka për të ngjyrosur, ka për të prerë dhe për të krijuar kështjella 3D apo ka dhe për të gjetur enigma të vogla pamore, për t'ia bërë fëmijëve sa më të prekshme kulturën dhe për t'ua bërë atë sa më të këndshme. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të tetorit, muajit të librit, ndërsa autoria Çupi ndau me fëmijët emocionet dhe frymëzimin që e kanë udhëhequr në krijimtarinë e saj, duke e kthyer takimin në një udhëtim plot dashuri për librin.